Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë dhe mirë se takohemi në emisionin Studio e Hapur. Jemi në një ambient faktikisht të hapur, një ambient shumë i këndshëm dhe siç e dini edhe ju vetë, liçeni i Shkodrës është një nga thesaret më të çmuar natyror të rajonit ton. E tashmë është pjesë e UNESCO-s si rezervë e biosferës. Çfarë do të thotë ky vlerësim? Pse është kaq i rëndësishëm për natyrën, historinë dhe identitetin ton? Për të diskutuar në lidhje me këtë temë, unë kam kënaqësi të kem pjesë të këtij emisioni, profesor Luigjë Camaj, gjeograf, dhe Ilirian Dedvukaj, arkeolog. Faleminderit që pranuat ftesën dhe vërtet është kënaqësi t'ju kemi sot në natyrisht emisionin e televizionit Bojnë në Studio Hapur. Faleminderit për ftesën që na keni bë. Kam kënaqësi të jam pjesë e emisioneve tuaja. Gjithherë jam thirr ftesës tuaj. Besoj se përmes këtyre formave të bashkëpunimit hapen horizonte, njoftohen njerëzit me gjëra praktikisht mes të cilave gjenden dhe me të cilat jetojnë, por ndoshta vetdija jonë nuk është aq që në nivel shpesh hecim për mbi to dhe nuk dim se çfarë janë ato, apo jetojmë mes tyre i përjeton një pjesë e popullsisë, por shumica jo. Fatkeqësisht ata të cilët duhet të përqendrohen në këtë drejtim janë të rinjt, por janë larg nga natyra. Besoj që duhet me punu në drejtim që me afrua pak që ta dinë kush jemi, ku jemi dhe ato të gjitha ti përcjellim në Breznit, siç vjen. Ilirian, mirë se erdhe dhe ti. Mirë se ju gjeta, po ashtu duhet të zgjaj kohën t'ju falenderoj për këtë ftesë. Është diçka që e vlerësoj te imaset edhe kënaqësia imja. Është edhe kënaqësia jona natyrisht. Atëherë profesor, unë do doja të filloja nga ju. Çfarë do të thotë liçeni i Shkodrës hyri në UNESCO? Për me fol për UNESCO dhe hyrja e liçenit të Shkodrës në UNESCO, duhet të kthehemi pak më mbrapa, aty në vitin 1983, kur një pjesë e liçenit të Shkodrës u shpall edhe park kombëtar, pra Malizi, apo gjithsesi në periudhën e Jugosllavisë socialiste, u shpall park kombëtar për shkaqe të vlerave natyrore të cilat liçeni apo pjesë e liçenit ka. Pra vetë fakti se ma parë, para se të hyjë në UNESCO, liçeni i Shkodrës ishte një nga parqet kombëtare të Malit të Zi, ma parë të Jugosllavisë apo gjithsesi ma vonë të Malit të Zi. Qëllimi i themelimit apo formimit të një parku kombëtar është ruajtja e vlerave natyrore. Që një ambient, një mjedis të jetë apo të shpallet park kombëtar nevojitet t'i plotësojnë disa kritere. 3 kritere themelore janë geologjiko, geomorfologjike, biogjeografike dhe hidrologjike. Liçeni i Shkodrës i plotëson 2 nga këto 3 kritere. Është fjala për kriterin hidrologjik dhe atë biogjeografik. Shumë interesant. Unë do doja të pyesja edhe Ilirianin se si e shef ai këtë lajm nga këndvështrimi i trashëgimisë historike dhe kulturore. Atëherë, unë personalisht nga ana pikësparit po do më nis nga ana pra si banori këtij vendit, si njerëz që kena afër edhe pra i përkasim në një farë formë këtij liçenit, mandej edhe si bachelar i arkeologjisë është si një dritë gjelbert, jeshile, domethënë shumë pozitive, jo vetëm për aspektet që i ceki paraprakisht pra profesori, cilave nuk u heq as edhe një presje, por edhe në aspektin e ndërlidhjes qoftë kulturës me këtë rast që ka të bëjë me krijimtarinë njerëzore, si kena pra këto monumentet arkeologjike kështu me radhë, por edhe përtej kësaj ku futet edhe një palë tretë që është zhvillimi dhe prosperiteti ekonomik. Gjëra të cilat pas kësaj ndollie besoj që do ta kenë një shtytje shumë më të madhe për gjithë banorët të këndej. Profesor, është me vonesë hyrja e liçenit të Shkodrës në UNESCO? Jo, nuk është me vonesë.
do të kthehemi prapë edhe pak në histori, mbas shpalljes së liçenit, pjesë së liçenit si park kombëtar, diku aty në vitin 1995, pjesë kënetore të liçenit të Shkodrës u përfshin në Ramsar. Pra është një organizatë pashtu ndërkombëtare ku janë të renditura objektet hidrografike apo hidrologjike të cilat kanë potencial të madh të reproduksionit apo riprodhimit biologjik dhe si mjedise të cilat ofrojnë mundësi të zhvillimit të botës së gjallë. Pra është fjala për kinetat, pasi që një pjesë e mirë e brigjeve të liçenit të Shkodrës janë kineta dhe fatbarësisht liçeni i Shkodrës ndodhet pra, apo kemi pjesë, apo kemi hise edhe ne, pra Malësia, gjithësisht komuna e Tuzit, pra jemi fatbarë që ndodhemi në brigjet e liçenit dhe pikërisht kjo formë mbrojtjes apo e antarësimit në Ramsar i ka siguruar liçenit dhe disa përparësi në zhvillimin e përgjithshëm. Pra ne po flasim për një pasuri që nuk ka vetëm vlera natyrore, por edhe historike, dhe pikërisht këtu dua dhe të ndalem, cilat janë ato karakteristika që e bëjnë liçenin e Shkodrës unik në Ballkan? Aspekti hidrologjik e bën liçenin e Shkodrës që është unik në Ballkan edhe me zër. Liçeni i Shkodrës ka një sipërfaqe e cila varion nga 360-370 dhe në 540 km2 varësisht nga stina e Motmotit. Pikrisht këto variacione të nivelit të detit, të liçenit dhe raportit të nivelit të liçenit me detin e bëjnë liçenin tonë shumë karakteristik. Pra në aspektin hidrologjik dhe geomorfologjik, liçeni i Shkodrës është kriptodepresion. Me çfarë në kuptojmë se pasyra e liçenit në raport me nivelin e detit është për disa metra ma lartë, ndërsa pjesë të mirat e fundit apo të bazamentit të liçenit kanë shtrirje në nivelin e detit. Pra, niveli i liçenit ndodh në një nivel parafërsisht me raport me detin, mesatarisht rreth 6 metra mbi nivelin e detit, ndërsa pjesë më të thella të liçenit ndodhen deri në 62 metra. Pra është një disnivel i madh në krahasim me nivelin e detit. Në aspektin e krijimit, liçeni i takon kategorisë liçeneve poligjenetike. Pra në krijimin e bazenit të liçenit të Shkodrës ka ndikuar shumë faktorë. Në radhë të parë, ai tektonik edhe erozioni karstik. Tektonik ngritje dhe zbritje, pra transgresione dhe regresione, ndërsa aspekti karstik ka bërë që proceset e jashtme në një fushë, në një bazen karstik, të bëjnë gryrje dhe erozione duke krijuar vorbulla në fundin e liçenit, të cilat janë pjesë më të thella të liçenit. Shumë interesant. Ilirian, unë doja të pyesja, a kanë ndikuar ndoshta këto karakteristika natyrore në vendosin e popullsisë të hershme pranë liçenit? Si mendon ti? Po, dyshim që po. Kjo është një teori tashmë e vërtetuar, sidomos nëse kthehemi mbrapa në kohë. Parafërsisht 7.000-8.000 vjetë që ndërlidhet sidomos me neolitin e mesëm, ne kemi grupe njerëzish në neolitin e hershëm që vinë nga pra zona e Anadolit të sodëm, gjysmë Hena, Begat, pa dash të hinë shumë detaje, të cilat sjellin me vete edhe paketën agrare apo duke e quajtur më thjesht bujqësinë, domethënë një revolucion bujqësor ku shumica e popullsisë marrin pra profesionin e bujkut. E në këtë ndërlidhje, ata tashme nuk janë me nomad, domethënë nuk brellin, por detyrohen të jenë sedentar, domethënë popullsi që qëndron në një vend. Dhe për të pasur prosperitet, domethënë bereqet, si thonë na malësort, bujqësor, aty ne u nevojitet një zonë ku ka ujë të bollshëm, edhe përpirje, por sidomos për vadin, domethënë irigacionin e bujqësisë. Dhe në këtë rast, liçenet edhe lumejt normalisht ishin
Ndoshta vendbanimet kryesore. Vendbanimet kryesore, dhe në këtë rast ne ende nuk kemi një vendbanim të tillë të zgjetur rreth brizjeve të liçenit të Shkodrës, por duke ngritur paralele në këtë rast me më të vjetrin, jo vetëm në Ballkan, por edhe në botë që është lini Pogradecit, një vendbanim palafit, nëse shpjegojmë kështu i bien ato vendbanimet të cilat ishin të ndërtuara mbi hunj apo pilota si quhen me terma më shkencor, cilat bëheshin karshi brizjeve të një liçeni apo lumi. Pra kemi rastin e linit, i cili është 8500 vjet më i vjetër. Këto periudha vitesh, domethënë i tejkalojnë etnosin ilir, grek apo kështu me radhë pra janë popullsi shumë të hershme. Krahas linit, më të reja normalisht, kemi edhe Malisin në Korçë, edhe Dunavecin, po ashtu në rreth të Korçës. Këto të dyja i përkasin pra neolitit të mesëm, Malisi përkatësisht e neolitit apo periudhës së Bakrit. Një gjë e tillë nuk na lën shumë vend për dyshim duhet të zindet edhe në këtë liçen, pasi gjitha këto kritere i përmbush si shtoi edhe më herët profesori, domethënë ka edhe ujë të bollshëm, edhe florën e faunën, e cila e bën një vend mase ideal që një vendbanim i tillë të ekzistojë, por duhet ta cek, nuk në kupton se pritet të gjendet vetëm vendbanim, domethënë palafit, por munden edhe vendbanime më të thjeshta në rrafshira, por pak e më larg, ndoshta edhe për shkakun e mushkonjave, pasi disa halle apo problematika, ta themi më saktë, nuk kanë shumë dallim me atëherë, dhe sot pavarësisht se flitet për një periudhë kohore marramendse për ne si qenie njerëzore në këtë rast. Profesor, juve faktikisht përmendët se liçeni i Shkodrës është vërtet unik dhe dallohet në Ballkan, por mbase dallohet edhe vetë nga fakti i biodiversitetit, florës dhe faunës, dim që është jashtëzakonisht i pasur, apo jo? Para se të kaloj në këtë temë, se po thoni ju, kisha pak me ndërlidh me bisedën e Ilirianit, i cili sërou mjaft mirë dhe bëri digresion krahasime pra mes liçenit të Ohrit dhe liçenit të Shkodrës. Është e nevojshme të dim se madhësia, sipërfaqja dhe forma e liçenit të Shkodrës ka ndryshuar gjatë historisë. Ajo bën që të jetë më vështirë të bëhen hulumtime rreth e përqarkëtij, pasi që kanë ndodhur ndryshime tektonike të cilat kanë shkaktuar ndryshimet hidrologjike, kushtet hidrologjike në këtë zonë. Dhe ndryshimet e fundit janë të regjistruara në shekullin e 19, pra në fillimin e gjysmës së dytë të shekullit e 19, kur edhe kushtet meteorologjike dhe ndryshimet hidrologjike në pellgun e lumit Drini kanë shkaktuar një erozion të fuqishëm i cili ka gryer shtratin e lumit Drinasi dhe drejt për drejt Drini është derdhur në Buana. Përndryshe, siç dim, pjesa më e madhe e Drinit dikur ka rrjedhur nëpër Lezhë, ndërsa një pjesë tepër e vogël e ujit ka rrjedhur nëpër Drinasin në lumin Buana. Ndërsa në gjysmën e dytë të shekullit 19 kemi ndryshe. Pjesa më e madhe e ujit derdhet përmes Drinasit të dikurshëm sot Drinit, drejt për drejt në lumin Buana. Ajo ka shkaktuar që erozion që ka shkaktuar Drini dhe transportin e sasisë së madhe të materialit, rerës, zallit, zhavorit dhe lumit, materialit tjetër, që ta sjellën për shkak të një rënje pirësisht tepër të madhe nga vau i Dhenjës deri tek kalaja e Shkodrës, ka shkaktuar që shtrati i Bunës të mbushet me sasi të madhe të materialit. Ai material ka qenë një barierë apo pengesë për rrjedhjen e ujit që del nga liçeni i Shkodrës. Në atë mënyrë që të themi ashtu, të shprehemi ashtu, për krye natet ka ardhur gradualisht duke u ngritur liçeni i Shkodrës, pra niveli i liçenit për disa metra dhe pjesë bregore, sidomos pjesë veriore të bregut të liçenit të Shkodrës janë përmbytur. Dhe sigurisht ajo përmbytje ka shkaktuar një përmbytje të shpejtë të krejt infrastrukturës e cila ka
është rinë në përbrizjet veriore të licenit të Shkodrës. Pra, ka gjurma të infrastrukturës si qanë rrugët, ndonjë urë, apo ndonjë objekt tjetër edhe objekt kulti, dhe vorreza dhe të tjera të cilët sot të ndodhen ose nën ujë, ose në pjesën e sezonit të shirave, kur niveli licenit ngritet për disa metra, ato zona përmbyten. Kemi gjurma të shumta arkeologjike të objekteve të cilat janë edhe në ujë ose në formë sezonale përmbyten gjatë sezonit të vjeshtës deri në pranverë. Dua të ndalem sërish tek biodiversiteti. Kushtet hidrologjike, pra lëvizja e nivelit të ujit të licenit, ka shkaktuar edhe përmbytje, ka bërë edhe veprime negative ose edhe pozitive, sasia e madhe e materialit reproduktiv, biologjik, prodhimi natyror i torvës apo i tresetit, si bazament për zhvillimin e botës së gjallë, botës bimore, krahas së cilës me buallak është zhvillua edhe bota shtazore. Kemi një biodiversitet të jashtëzakonshëm dhe sigurisht në asnjë mjedis, jo vetëm në Ballkan, por as në Europë nuk e kem një potencial biologjik, një biodiversitet kaq të shprehur dhe kaq masovik sa në licenin e Shkodrës. Pra, gjithmonë flasim për këtë pjesën veriore, gjithsesi për pjesën kenetore, e cila është nikosisht edhe park kombëtar, ndodhet edhe në listën Ramsar, e fatbarësisht tani është e radhitur pra apo e mbrojtur edhe nga UNESCO. Sa ka ndikuar liçeni në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të rajonit sipas jush? Historikisht, pra si që ceku edhe Iliriani, pranë lumeve, pranë liçeneve, pranë brigjdeve detare, është zhvilluar jeta, ajo ishte jeta. Uji pra është themelor për zhvillimin e jetës, për zhvillimin e proceseve ekonomike në radhët e parë, edhe blegtorisë edhe bujqësisë. Dhe është logjike që kjo zonë gjithherna ishte e banuar shumë intensivisht. Ky buallek i ujit dhe i tokës së mirë ka mundësuar zhvillimin e ekonomive bujqësore gjatë historisë, madje edhe sot. Pra, sepse tokat më të mira në këtë zonë, flasim për zonën e Malësisë, ndodhen pranë licenit të Shkodrës. Absolutisht. Ilirian, a shohim gjurmë të këtij ndikimi në zbulimet arkeologjike? Normalisht, edhe këtu në Malësi, pavarësisht se nuk është koha që e hershme sa u ndërlidhëm, do me thënë fillimi ose fillesa gjeneza e këtyre vendbanive këndej, na kena gjurmë. Ndërmjet vjetrat këndej e kena edhe rastin e Samoborrit, jo larg prej Këndu, këtu, e cila është një fortifikat e shekullit tret, ashtu mendojnë arkeologët në bazë të pernjove që kanë bërë para Krishtit, duhet cekur, e cila ka vazhduar deri diku tek shekulli i parë, ashtu para Krishtit, por normalisht me vazhdimsi edhe matutje. Po kjo pak a shumë merret sikur koha pra e kulmit të saj. Kjo tregon pra që përderisa është dashur të bëhet një fortesë, edhe pse është e periudhës, domethënë të antikitetit, përkatësisht edhe helenikës, kjo tregon se këndej rrotull kanë qenë domethënë aktivitete njerëzore, qofshin ato ekonomike apo të përditshme jetësore. Pasi edhe tregtia është një gjë e cila nuk duhet të nënvlerësohet, sidomos kur kemi rastin e këtij vendi, pasi periudha për cilën po flas përkon edhe me krijimin e qytetarisë ilire apo qyteteve të mëdha ilire, siç është edhe domethënë Shkodra apo Skodra antike, edhe Lisus apo Lezhë e sotshme, të cilat kanë qenë qendra të rëndësishme për Ilirinë veriore. Edhe kjo potencialisht tregon një farë edhe rrjetit, qarkullimit apo marrëdhënies ndërsjellta me njëra tjetrën, çka normalisht është premtuese për gërmimet e ardhshme të cilat mund të kryhen këndej.
në zonën e malësisë malle. Faktikisht unë si biologe, mua më duket shumë interesante edhe fakti që natyra ka ndikuar jo vetëm në biodiverzitet, por edhe në mënyrën se si janë zhvilluar këto komunitetet njerëzore. Dhe dua pikërisht ju pyes juve, profesor, pse konsiderohet liçeni një nga ekosistemet më të rëndësishme në Evropën juglindore? Ta shohim në këtë aspekt. Nëse bëjmë analizat, apo analizat të cilat dhe janë bërë në diversitetin, në lloj-llojshmërinë e botës bimore dhe shtazore. Ato bëjnë që jo vetëm për Ballkanin perëndimor apo Ballkanin e përgjithësi, por që liçeni i Shkodrës është një potencial i jashtëzakonshëm në rang të kontinentit evropian edhe më gjerë. Vetëm ta shikojmë në aspektin ornitologjik. Se në brizet e liçenit të Shkodrës dhe unë e liçenit të Shkodrës jetojnë mbi 280 specie shpezësh apo zogjësh. Nga ato autokton, pra që përherë jetojnë në liçenin e Shkodrës, nga shpezë të cilët janë shtegtare, ose shpezët tranzite. Pse është një diversitet i shpezëve kaq i madh këtu? Pikërisht fal potencialit të madh të ushqimit. Pra, e kush është ushqimi? Bota shtazore e cila jeton në liçe. Pra kemi plankton, kemi nekton dhe kemi bentos. Pra të tri kategoritë e potencialit ushqyes të shpezëve edhe të peshqve, pra i kemi prezent, edhe jo në sasi të vogël, por në sasi shumë të madhe. Pra, reprodukcioni i materialit organik është jashtëzakonisht i madh. Dhe ky është qëllimi, që jo vetëm që liçeni është park kombëtar, apo ndollet në listën e Ramsarit, por tani fatbarësisht ndollet edhe apo është edhe në mbrojtjen e UNESCO-s. Po çfarë do themi për pelikanin kaçurrel, që është i njohur në mbar Evropën? Po këtu e kemi një nocion, një termin original. Malsorët, sidomos narhelmasit, por edhe ne të tjerët i themi paci. Shumë interesant. Po. Dhe sa i takon pra kësaj specie, e cila është autoktone, është e përhershme, folezohet aty, vendos dhe jeton tër jetën, pra e kalon në liçe, pranë burimeve të fuqishme të cilat japin sasi të madhe të ujit të freskët. Pra, ky biodiverzitet është kaq i zhvilluar fal potencialit të madh të prurjes së ujrave nga burimet lakustrale dhe sublakustrale. Sepse si planktoni, si nektoni, si bentosi, kërkojnë ujë të freskët. Dhe aty është zhvillimi më i madh i materialit organik. E pikërisht me këto vorbulla karstike, që në këtë fjalorin malsor u thom syena, ka gjithmonë ujë të freskët dhe i kemi prezent të gjitha speciet edhe bimore e sidomos ato shtazore, sepse aty e gjejnë potencialin për të ushqyer. Po çfarë mund të themi për speciet të cilat janë të introduktuara nga faktori antropogjen, nga vetë njeriu? Sa ka ndikuar ndoshta negativisht në liçenin e Shkodrës? Po, faktori njeri, sidomos kohëve të fundit, për shkak të zhvillimit të tepërt, apo tepërt të shpejt, mos them të tepërt, sepse kurs gjërat pozitive janë, nuk janë të tepërta, por teknologjisë dhe makinerisë e fuqishme tepërt të shpejt, fatkeqësisht përdorimi me nevojë, pa nevojë dhe keqpërdorimi i tyre shkon në dëm të natyrës. Ajo normalisht se ka shkaktuar edhe dame, edhe bën dame çdo ditë në çdo ambient, e sidomos në ato ambiente të cilat
janë në drejt peshim, apo janë të ndjeshme, edhe pse ne vizualisht nuk i vërejmë, me siguri teknologjia që përdoret, apo është përdorur në këtë zonë, makineria ka shkaktuar dhe shkakton dame në biodiversitetin. Siç është, përdorimi i teknologjisë në procesin e zgjuatisë së peshkut, pra është fjala për pajisje apo mjete të palejuara, pastaj zgjuetja e peshkut kohë pa kohë, madje edhe në kohën kur prohet, si themi ne me fjalorin tonë, për shkak të shumimit të peshkut, pastaj ndërtimet. Megjithëse në këtë zonën e Malësisë nuk kemi ndërtime shumë pranë liçenit, por në zona tjera ka ndërtime me mjete, me pajisje dhe me materiale të cilat nuk lejohen për një park kombëtar apo për një hapësirë që ndodhet në listën e Ramsarit ose në një hapësirë e cila është në mbrojtjen e UNESCO-s. Fatkeqësisht kemi të gjitha si raste pozitive, por fatkeqësisht të rastet negative janë më të shprehura. Unë faktikisht dua të ndalem tek specia, konkretisht tek peshku, krapi që është autokton. Sa ka ndikuar kinezi që është introduktuar nga vetë njeriu duke ja marrë territorin themi krapit? Po, unë nuk jam peshkatar dhe s'jam marrë me peshkim, por në bazë të bisedave me njerëzit të cilët e njohin peshkatarin më mirë dhe të themi janë marrë dhe në formë gjysmë profesionale me ta, me peshkim, flasin se ta quajmë në thojza krapin kinez. Krapi kinez i ka rrezikuar këto specie të tjera të peshqve në liçenin e Shkodrës për shkak se kushtet biologjike kanë qenë jashtëzakonisht të favorshme për zhvillimin enorm, shumë të shpejt të asaj specie, e cila është shumë agresive dhe ka rrezikuar. Megjithëse kohëve të fundit flitet për paksimin e rënjen e numrit të peshkut të kinezit. Pra, themi, flitet, kom dëgjuar këta peshkatarë, se nuk është aq i rastishëm, aq i shpesht në zgjuati, megjithatë sigurisht se pasojat janë se për mbijetesë të atyre që janë autoktonë. Normalisht, krejt ka shkua në dëm të peshkut autokton. Ilirian, sa e lidhur ka qenë jeta e komuniteteve të lashta me këtë ekosistem sipas teje? Besoj u elaborua më herët në pika më të holla, kështu që do t'i vjen pikë më të trashë në këtë rast, në vijim më të trashë, ka qenë shumë të imaset pasi përveç bujqësisë, ka ekzistuar edhe pjesa e vetë këtyne peshqve që ka ky vend, cilat janë peshkua, janë përdorur qoftë për konsum vendas, qoftë edhe për tregtina të ndryshme, edhe unë mendoj se ka qenë mjaft theksuame ndërlidhja. Po. Cilat janë ato vlerat natyrore që mendoni që UNESCO ka vlerësuar më shumë dhe e ka marrë këtë hap që liçeni i Shkodrës të bëhet pjesë e UNESCO-s? Pra, ky biodiversitet ka zgjuar interes apo interesim tek në rang më të lartë, pra botëror, pra dhe qëllimi është që kjo trashëgimi të ruhet në këtë gjendje spakut dhe të përcillet tek breznit e reja. Pra, kjo pasuri nuk është vetëm e jona, pse ne e shijojmë për momentin. Nuk kem të drejtë që t'u privojmë të drejtën breznive të cilat do vinë mbas nesh, mos ta përjetojnë këtë pasuri. Pra, dhe thjesht për t'i ruajtur, jo vetëm tani është fjala për ne këtu, por kjo është në nivel global, për t'i ruajtur vlerat të cilat sa do pak janë të ruajtura. Ndërmirren masa edhe rigoroze, sidomos aty ku ligjet kombëtare, nacionale apo shtetërore nuk janë të mjaftueshme për t'i mbrojtur këto vlera. Dhe tani,
nga presionet ndërkombëtare, shtetet të cilat e posedojnë apo e kanë këtë pasuri, do të jenë të detyruara, domosdo t'i mbrojnë në nivel të duhur apo në nivel të kërkuar nga faktorët ndërkombëtar. Dhe si e tillë, besoj se kjo pasuri do të përcillet në brezëni. Megjithatë duhet shumë punë, jo veç ligj, pra dhe nderimi i ligjit, por ngritjen e vetdijes tek qytetarët, tek njerëzit. Dhe vetdia është diçka që mund të bëjë më shumë se edhe ligji. Pra, apo me vetdije ne do ta nderojmë ligjin, në njëkohësisht do ta mbrojmë edhe natyrën. Ilirian, po ka këndvështrimi jot, cilat janë ato vlerat kulturore që pasurojnë këtë zonë? Atëherë, përveç vlerave kulturore, do më thënë trashëgimis nga me e lashtat, cilën pa ka shumë e lejtë cekëm, u mendoj se kena shumë vlera kulturore nga periullën e periullë, do më thënë ndërmjet shekujsh, kështu me rrallë, pasi arkeologji të paktën për sa i përket një shkollët e mendimit, cilësot çdo gjë që i ka përmbi 100 vjetë. Normalisht pasuri materiale në këtë rast, qofshin ato objekte apo monumente të ndryshme, monumentale, do më thënë objekte të paluajtshme. Unë mendoj se këndej ka që janë zbuluar që dihen, edhe që pritet të zbuluar në të ardhmen, ne çfarë na nevojitet është vetëm një farë vetëdijsimit më i madh, qoftë sidomos tek rinia, tek brezi më i ri që edhe pritet tashmë të bjerë më shumë në kontakt me to, dhe një ndër to çka unë personalisht e besoj si shumë të nevojshëm, kish me qenë edhe mënyra e aktiviteteve dhe rekreacioneve të ndryshme, që për rinin po pas nevojë në një farë mënyrët me bën ndërtime të vrashta apo struktura të ndryshme, me ja mundësua jo vetëm që të arktohen, por edhe të marrin informacione. E kjo nuk limitohet vetëm tek aspekti, për shembull, i vizitimit të ndonjë lokaliteti apo siti të jashtë, por edhe me arktimet e tjera të cilat do t'i mbajnë edhe larg nga telefoni apo larg mureve të shtëpisë, duke qenë sa me afër liçenit në këtë rast, qofshin ato sportet e ndryshme me kajaka, apo vëzhgimi i zogjve, vëzhgimi i biodiversitetit, apo shumë aktivitetet ndryshme, qofshin edhe ato shkencore, cilat ja besoj që potenciali këtu është mase i dukshëm, mjafton vetëm me ndërmarr hapin. Vetëm dëshira, apo jo. Faktikisht kjo tregon se natyra dhe kultura nuk mund të ndahen njëra nga tjetra, ato shkojnë njëra me tjetrën. Profesor, çfarë sfidash mjedisore po përballet sot në liçeni i Shkodrës? Ne përmendëm faktorin antropogjen, që njeriu faktikisht është ai që po ndikon negativisht, por a ka faktor të tjerë natyror që po ndikojnë negativisht në liçenin? Kemi pasur her pas here edhe përmbytje. Të ndërlidhemi pak me të kaluarën, dhe shta përmendi me përmendi edhe arkeologu, por t'i theksoj edhe disa gjëra. Që shkojnë në favor të rëndësisë se liçenit, shkojnë në favorin tonë, të mjedisit tonë, të shoqërisë tonë, nga lashtësia deri sot, sidomos në këtë pjesën lindore, edhe veri lindore të liçenit, por gjithkund rreth e përqark. Kemi një infrastrukturë të jashtëzakonshme të vendbanimeve. Shiqojnë në një hapësirë shumë të vogël. Nga pika kufitare hani i Hotit, mbi të cilin ndodhet kalaja e Hotit. Jo shumë larg kemi Samoborrin. Jo shumë larg nga Samoborri kemi Gjytezën. Mes këtyne dy, Samoborri dhe Gjytezën, kemi Helmin, që është një kala mesjetare në majet e tij. Këtu në këtë zonë ku jetojmë ne ishte vendi logjeve, vendi takimeve, vendi plesnive, por edhe vendi arkitimeve, dhe ajo tradit ka ardhur deri sot. Por jo larg këtu as 1 kilometër vinj ajrore, kemi gjurmat e Kishës, që unë s'jam arkeolog, por besoj që janë shumë e lashtë. Kemi një kull tjetër
e cila nuk është hellur në opinion dhe njerëzit ende nuk e din, por besoj se do t'jetë detyrë e arkeologëve, e arkeologut të ri dhe të tjerëve, se të merren me hulumtimin e një siti arkeologjik, i cili me siguri do të ofrojë një potencial shumë të rëndësishëm. Për ta zbardhur historikun dhe njëkohësisht për ta lidhur me kontinuitet historinë dhe lashtësinë tonë në këto troje, në këto treva. Unë i përmenda kullat e kalat, edhe vendbanimet, por këtu afër i kem edhe nekropolat. Pra gjithë ku rreth e përqark, në këto kodra, në këto male, janë edhe qindra nekropola tumulare, nga dheu ose nga guret, të cilët tregojnë se përgjatë brigjeve kishte një infrastruktur banimi, qytete, vendbanime, të pretendoj të them qytete, vendbanime, edhe jo vendbanime të vogla, apo të pa zhvilluara, apo shumë të zhvilluara dhe shumë të mëdha. Dhe kishte nënthojza dhe industri, sepse i kemi gjurmat e materialeve ceramike, të cilat janë prodhua intensivisht në këtë zonën ku kishte material apo lëndë të parë për prodhimin e ceramikës. Dhe kjo ka ardhur deri sot në shekullin 21, dhe tani jem ne këtu. Faktori njeri sigurisht ka vepruar ma shumë pozitivisht në të kaluarën, sepse si ishte një teknologji e cila do sillte dëm në biodiversitet apo në natyrë. Këtu ishte edhe ura e Samoborrit. Ajo ura është ndërtua për diken. Nuk është ndërtua veç për nënhelmin e sotëm. Por ajo është një urë që unë pretendoj se është edhe parahistorike. Po, dhe ajo ndërlidhte këto vendbanimet në përbrisjet e liçenit. Kësajt ka kalua një urë e karvaneve që ka lidh Bregdetin Adriatik, edhe jon ikma tutje me brendi me pjesën veriore të pellgut të liçenit të Shkodrës dhe ma tutje në përlugun e Cemit, kanjonin e Cemit, apo drejt lugut, drejt Nikëshisit, apo në Goshtë dhe drejt Naronës. Pra, kjo flet për historinë, po flet edhe për rëndësinë strategjike gjatë historisë për këtë zonë, për liçenin. Pra, të gjitha këto fal liçenit. Të gjitha këto janë fal liçenit. Sfidat me cilat po përballet liçeni. Përmend me deri diku, por dua të ndalen pikërisht edhe te këto përmbytjet. Më intereson vërtet ky fakti i përmbytjeve. Proceset natyrore nuk kanë të ndalur. Ata janë të lidhura. Janë të lidhura, po mos ndoshta edhe faktori antropogjen ka deri diku dorë në atë gjë. Gjithsesi, aty deshta me dalë. Është fjala për nxehjen globale, efektin serë, njollat e ozonit, apo vrimat me ozon, e tjere. Të gjitha janë ato pasojë e veprimit të njeriut. Pasojat e atyre proceseve që janë globale, i ndjen krejt bota, krejt toka, krejt planeti, diku ma shumë e diku ma pak. Në qarkullimin e atmosferës, si që janë fatkesit elementare, janë të nxitura nga proceset të cilat i ka përshpejtuar njeriu përmes industrisë, përmes ndotjes së ajrit, përmes ndotjes së ujit dhe veprimeve tjera, zhvillimit të industrisë, zhvillimit të infrastrukturës e cila është e nevojshme, por kemi edhe infrastrukturat të cilat nuk janë edhe të nevojshme. Dhe të gjitha ato reflektohen në mjedisin, pra në atmosferë, uji, ajri dhe toka. Këto tri komponente janë të lidhura, të ndërlidhura, ju si biologë e dini mirë, të në faktoret ekologjik, me energjinë e diellit, janë një mekanizëm që kanë zhvillua jetën në tokë. Dhe ashtu me kontinuitet besoj do të vazhdoj, por njeriu është ai faktori i cili i nxit këto, nuk i lën rahat. Me ndotje dhe me procese tjera i përshpejton dhe ban çrregullime. E ato çrregullime reflektohen në fatkesit elementare, si që janë shiera rrëbesh,
pastaj përmbytje të mëdha, ngritje të nivelit të lumeve, liçeneve, madje edhe çrregullime në detin, në rrymët e detit, siç është dukuria El Niño apo El Niña, dhe dukuri të tjera, për të cilat na edhe nuk dim, sepse natyra është aq misterioze, aq e fshehur, aq është komplekse, aq provokon studime, po njeriu ende është i vogël për t'i ditë të gjitha. Ne dim një pjesë tepër të vogël të natyrës dhe kem studiuar një pjesë tepër të vogël, por kem bën punë të mëdha, edhe pozitive, fatkeqësisht edhe negative, por të cilat shkojnë në dëm të natyrës dhe në dëm tonin, sepse na jemi pjesë e natyrës. Vërtet. A ndikojnë këto sfida edhe në trashëgiminë historike dhe arkeologjike, Ilirian? Normalisht se mund të ndikojnë, sidomos nëse ka, për shembull, ngritje të nivelit të ujit e kështu me radhë, normalisht strukturat edhe mund të prishen, sidomos ato që janë të vjetra, sidomos nëse nuk ndërmirren as veprime për t'i restauruar apo për t'i bërë me të qëndrueshme ndaj kushteve klimaterike. Dhe normalisht si këto që sa po i shpjegoj profesori, në një formë apo në një tjetër, ku me shumë, ku me pak, e japin efektin e tyre. Qoftë në prishjen e strukturës, apo qoftë edhe në komplikimin e shtresave apo stratigrafive që mund të jenë në fjalë, që për një arkeologët janë një gjë mese e rëndësishme, sidomos për datimin e periudhave edhe kohës së përafërt të një ngjarjeje. Si mund të ndikoj UNESCO në promovimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, si mendoni? Promovimi mund të bëhet përmes rritjes së nivelit të ndërzjezjes tek qytetarët, përmes aktiviteteve kulturore, përmes takimeve, përmes punishteve të ndryshme, përmes vizitave në vende ku niveli vetdijes është më i lartë se tek ne, pra të shkojmë të shohim se çfarë njerëzit kanë bërë dhe t'i praktikojmë ato praktikat e tyre edhe në vendin tonë. Pra, UNESCO nuk ka vetëm për qëllim për të ruajtur në këtë gjendje siç është, po për të avancuar për ta zhvilluar, po. Po, për ta zhvilluar këtë trashëgimi dhe për ta përcjellur në gjenerata të Pra, ardhshme. jo vetëm nga sa i përket ruajtjes së biodiversitetit, por edhe historisë, kulturës e kështu me radhë. Aty deshta edhe ta theksoj se me siguri, aq në bazë të njohurive të mia modeste, të mendojmë se ajo është filozofia UNESCO-s. Në një hapësirë kaq të vogël, unë s'kam pa, po s'kam dëgjua se është aq e ndërlidhur trashëgimia kulturore historike me trashëgiminë natyrore, me pasurinë natyrore. Unë i ceka disa detaje pak ma përpara, por tu kemi detaje shumë e shumë, praktikisht në çdo hap, në çdo gjurmë tonë, kemi një histori, kemi një trashëgimi, kemi një përmbajtje të së kaluarës sonë, të historisë sonë. Nuk jem mjaft të vetëdijshëm, dhe kjo është qëllimi i UNESCO-s, që të na vetëdijsojnë, të dim se ku jem, çfarë kem. Çfarë përfitimesh mund të sjellë ky status për banorët e zonës apo dhe për komunën tonë? Ku mund të jetë përfitimi më i madh se ta ruash ata çka ke? Në atë gjendje, aty e ke historinë, aty e ke të kaluarën, mira vjeçare. Çka është pasuri më e madhe? A pasuria është një profit material? Pse ta gjuaj një tonelat peshk dhe ta mbushi xhepin tim? Ajo nuk është pasuri. Ai nuk është pasurim. Pasurim është nëse ne këtë potencial e ruajmë dhe ua përcjellim brezave tonë. Kjo është pasuria. Kjo është pasuria. Toka është pasuria. Mjedisja është pasuria. Diversiteti është pasuria. Ndërsa aspekti financiar shkon e vjen, sepse jeta është e shkurtër. Ne shkojmë, po ne duhet të vetëdijsohemi dhe të mendojmë edhe për brezat të cilët ende s'kan lindur, apo që kanë me ardhë në jetë. Dhe në fund, nëse ne
vetëdijsohemi dhe bëjmë veprime të mira, ata ne do të na falenderojnë dikur dhe thonë faleminderit të parëve tonë të cilët na e lanë një pasuri të pashtershme, një pasuri, një patundshmëri të përhershme në këtë drejtim duhet. Kjo është fitesa dhe interesi më i madh ekonomik për neve këtu. Megjithatë, mund të ketë edhe interesa apo profite individuale. Pra, integrimi i personave të specializuar në ruajtjen, mbrojtjen, kultivimin dhe menaxhimin e kësaj trashëgimie. Pra, njerëz të tillë, pra mund të punësohen dhe mund të krijojnë një ekonomi familjare modeste, pra të punojnë ashtu siç punojnë edhe të tjerët në veprimtari tjera. Aja është individuale, kolektive është ruajtja e kësaj pasurie dhe përcjellja në breznej. Iliriana, mund të krijohen mundësi të reja për turizmin kulturor, si mendon ti? Po, tjetër që po, edhe pse nuk jam nga si kësaj fushës që i bje, në bazë edhe të hulumtimeve të mia bazike, që kam arrit edhe të bëjnë sidomos me këtë antarësim, status 3 që e ka fitua kësi licen, kam arrit normalisht këtë kohë digitale, sidomos në rinia që jena ma të futun mrena saj, pak e preku edhe profesori, por kam arrit me pa edhe benefitet cilat mund më marë. Edhe unë pak ka shumë atu vetu të regote se çka nën kupto kjo është se nuk është se UNESCO-ja po e shpall një zonë ku nuk bën kursesi të bën ndonjë ndërhymje apo të lihet ashtu si është. Do më thënë e virgjër apo e prekur. Jo, ata janë në një farë mendje ku të japin këshilla, cilat ata i kanë vlerësuar si më të mirat, normalisht edhe në bazë të përvojës që kanë ata normalisht me shtetet zhvilluara, si këtë ceku edhe profesorin bazë të vizitave ndryshme që i bëjnë, seminareve ndryshme, por menaxhimi varet tërësisht nga ne. Qoftë në aspektin individual nëse dikush ka një pronë këtu, apo qoftë edhe në aspektin komunal edhe të organeve përkatëse. Por pa dashur të devijoj nga tema, potencialet janë të shumta, jo vetëm për rinin, por për të gjithë banorët. Qoftë edhe për vetë rastin e kemi të profesorit, ky patjetër që mund të shërbej spaku sikur një guid, sepse ditunit që i ka ky janë të pa çmueshme nga vlera monetare, por nga ana tjetër normalisht se edhe aspekti monetar shërben si një farë motivimit edhe vlerësimit për njerëz. Normalisht edhe i shtyjnë të bëjnë më shumë. Nga ana tjetër duhet parë edhe konsultim me eksperta edhe me sfera shumë të ndryshme, pasi këtu nuk ka të bëjë vetëm profesionin e arkeologut, që funksion për kulturë, por mund të përfshihen edhe antropologjia në një rast, jo vetëm profesionet e geologut apo hidrologut, por shumë me radhë. Ka vend për të gjithë, edhe nuk duhet të synojmë për mendimin tim vetëm një turizëm të huaj, por edhe qoftë turizmi edhe informim vendor është kryesori. Këtë e mendoj si diçka se shpesh herë në vlerësohet, sidomos rinia e Malësisë, pse jo të mos vinë, ta shijojnë këtë vend, qoftë të lahen, qoftë të vizitojnë edhe site historike, gjithkush ta kaloj apo ta shfrytëzoj kohën e tij më së miri në formën e tij që të ndahet i kënaqur, dhe ndonjëherë në kohë të ketë një eksperiencë të paharrueshme. Profesor, si e shihni të ardhmen në liçenin e Shkodrës? Po, kolegu tash të themi i ceku disa momente të cilat janë të rëndësishme dhe mund të integrohen në të ardhmen e licenit. Pra, përveç atij aspektit shkencor, hulumtimeve dhe nderimit të ligjeve dhe rritjes së ndërgjegjësisë së qytetarëve, në kuadër të parkut kombëtar tani veç edhe i mbrojtur nga UNESCO, mund të ndërmirren edhe hapa tjera ekonomike, siç janë format e ndryshme të turizmit, pra format e ndryshme të turizmit, por gjithherë duke patur parasysh zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Pra, përjetim, kënaqje, arktim, por jo në dëm të natyrës. Po gjithherë me një kujdes restriktiv ndaj natyrës, sepse po e devastuame, po e degraduame, po e shkatruame, po e shpartalluame, ajo s'ka ardhmëri, dhe UNESCO është shumë rigoroze aty, sepse
janë qindra po mira monumente të ndryshme në mbrojtjen e UNESCO-s. Por kemi vende të cilat nuk din të nderojnë atë respekt, sepse është një respekt i veçantë të jesh i mbrojtur nga UNESCO, ata din që edhe ta shpallin daljen apo braktisjen nga UNESCO. Nëse nuk i nderojnë ligjet edhe rregullat e tyre, ata din që atë moment, atë shpallje ta suspendojnë dhe ashtu mund të jem edhe humbs. Pra, përparësi është se jemi në UNESCO, por nëse nuk i nderojmë rregullat, ata din edhe me na qitë për jashtë. Po, si para disa viteve ishte një kërcënim për shkak të ndërhyrjeve të shumta jo ligjore në qytetin e vjetër të Kotorit, UNESCO ju kërcënua Kotorit se do të heqë shpalljen apo mbrojtjen nga UNESCO. Pra, edhe atëherë je humbs i madh. Pra. Ilirian, si e shihni të ardhmen e trashëgimisë historike të kësaj zone? Dhe a do bëhen hulumtime? Unë jam optimist që po. Dëshira pikësparit ajo, dëshira vullneti janë dy komponentat kryesor, krahas normalisht edhe dijes edhe të qenit i specializuar në një gjë që të bëhet normalisht mirë, por tashti pritet për të ardhmen për tu parë, por jam pozitiv. Unë do doja natyrisht nga ju edhe një mesazh drejtuar të rinjeve, por gjithashtu pastaj do doja edhe një mesazh drejtuar institucioneve pas këtij vlerësimi. Të fillojmë me të rinjët. Për të rinjt do të kisha një mesazh që të punojnë në drejtimin e edukimit. Ta kuptojnë se ku ndodhemi. Ta kuptojnë se çfarë pasurie është. Ta kuptojnë se kjo pasuri momentalisht është e tyre për ta shijuar, po jo për ta konsumuar e për ta shpenzuar. Të edukohen në drejtim se duhet të jenë ata të cilët do ta përcjellin në breznitë që vinë mbas tyre. Dhe natyra është e gjithkuj apo s'është e kurkuj. Pra, është e jona sa të jetojmë, por s'është e jona të bëjmë gjithçka çka të duam ne me të. Sepse të drejtë në këtë trashëgimi kanë edhe breznit të cilët do të vinë mira vjetë mbas nesh. Ashtu siç na e kanë lënë të partë neve, ta gëzojmë dhe ta përjetojmë, ashtu duhet edhe ne spakut në këtë gjendje, siç është momentalisht, ta përcjellim në brezni tjera. Ndërsa sa u takon institucioneve, nuk kam t'i sugjeroj asnjë sen. Ata vesh t'i nderojnë ligjet, rregullat, edhe të punojnë në drejtimin e edukimit të qytetarëve. Edukimet bëhen në forma të ndryshme, nga nivelet e arsimit, nga niveli më i ulët i arsimit deri universitar, edhe në forma të tjera. Edhe ligji edukon. Pra, mos themi të ndërmirën masa ndëshkuese, gjoba po masa ndëshkuese, por të ndërrohet rregullat, të ndërrohen ligjet. Edhe institucionet t'i bojnë objektivisht, t'i bojnë detyrat apo punët e vet ashtu siç i parashef ligji. Ilirian, do doja dhe natyrisht një mesazh nga ti drejtuar të rinjeve, po ashtu edhe institucioneve, pse jo? Se pari thelbi i këtij mesazhit që do ta them është pak a shumë i ngjashëm edhe me profesorin Camaj, që është që të jenë sa më të përgjegjshëm, edhe të vetëdijshëm për pasuritë që posedojnë, për këto përparësi që i kanë, pasi nuk janë vetëm ato pasuri që u përkasin atyre, po edhe këta vetë i përkasin pra një gjë të tillë, në këtë rast vendit e kanë fjalën për Malsin ku jena me të gjitha metat e mirat e veta. Po sa i përket institucioneve? Për sa i përket institucioneve ndjes përkatëse, nuk është që kam një mesazh konkret, pasi ato janë të zelluna në atë pozitë ku janë, edhe janë të vetëdijshme pak a shumë për detyrat që i kanë.
dhe nuk varet në dorën e një individi që t'u jap leksione apo kështu me radhë, pasi edhe përderisa zgjidhen aty ku janë, tregon që kemi besim edhe pritshmërinë e ta, dhe besoj që ata më së miri do japin ekspertizat, vlerësimet dhe më së fundmi edhe do të veprojnë. Në mënyrën e duhur. Shpresojmë. Mos mbetet tjetër vetëm t'ju falenderoj për zëmërsisht, ishte vërtet shumë kënaqësi, shumë njohuri mora dhe unë, besoj edhe shumë shikuesit e televizionit e bojnë. Faleminderit edhe një herë që gjetët kohën dhe ishit vërtet shumë transparent dhe të drejtë për drejtë ndaj çdo pyetjeje. Kisha kënaqësi të jam pjesë të themi këtij dokumentari, faleminderit se më keni zgjedhur mua, edhe pse keni pas mundësi të zgjedhni shumë të tjerë, sigurisht edhe më të mirë se unë, por përshëndes edhe stafin tuaj, ju si gazetarë dhe stafin tuaj në përgjithësi, dhe përshëndes edhe shiquesit tuaj, jo ashtu në Malsi, por në diasporë. Ju përshëndesim edhe ne. Ilirian, faleminderit edhe ty. Ju faleminderit juve për mundësinë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, nga diskutimi i sotëm kuptuam se faktikisht liçeni i Shkodrës është një vend ku bashkon natyrën, biodiversitetin, gjeografin, historinë dhe kulturën. Hyrja në UNESCO është një vlerësim i madh, por mbi të gjitha është një përgjegjësi për ta ruajtur këtë pasuri për brezat që vijnë. Ju faleminderit gjithëve për vëmendjen, bashkë mirupafshim.